Përshëndetje, sot jemi duke inspektuar komplet një proces të ri që ARSH ka nisur. Duke pas parasysh që ne kemi prej kohësh kontratat e mirëmbajtjes me performancë që i quajmë dhe bëhen të ndara sipas rajoneve për të mirëmbajtur të gjitha ato akse rrugore të cilat mbarojnë kohën e garancisë, por kemi vënë re që tashmë, duke qenë se kilometrat e akseve kombëtare shtohen, ka ardhur momenti për të pasur edhe një element shumë të rëndësishëm për qytetarët, një element shumë të rëndësishëm për vizitorët, pasi Shqipëria është kthyer në një pikë të madhe turistike ku vinë vizitorë nga e gjithë bota, dhe tashmë nuk është e rëndësishme për të pasur vetëm rrugë të sigurta, por duhet kemi edhe rrugë që plotësojnë kushtet estetike. Për këtë arsye, në vitin 2023 apo jo, ARSH ka shtuar në fushën e saj të përgjegjësisë edhe mirëmbajtjen estetike të akseve kombëtare. Ne sot jemi në rrethotullimin e Rinasit, ku po bëhet një punë e mirë për gjelbrimin, pasi një nga përgjegjësitë që ka pjesa e skuadrës që kujdeset për mirëmbajtjen estetike, përveç pastrimit edhe disa proceseve tjera, si lyrja me bojën fosforeshente e rrethrotullimeve apo edhe pjesëve tjera ku ne kemi pjesë të sigurisë rrugore, është edhe gjelbrimi. Si e drejtor? Këta si jeni? Si a qone ju? Mirë? Këtu shikojmë dhe flotën e re, apo jo? Familet e reja që janë marrë rishtasi, jam blerë mire për të 4 detyrit e rajoneve. Jemi pajisur me flotë që ka një pick-up, ka një kamion qinë, kemi dhe një autobot. Autoboti është 10.000 litra, kapacitetet janë përballueshme edhe për shtrirjen territoriale të drejtorisë sonë. Si sektor, kryesisht jemi përqendruar edhe në pastrimin, duke qenë se jemi në fazë, jemi një drejtori që mbulon dhe një shtrirje ku ka dhe shumë fluks të huajsh. Absolutisht. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne zgjodhëm jo rastësisht sot, unë me të vërtetë e pyeta drejtorin se ku ndodheshte skuadra e mirëmbajtjes estetike sot dhe më thanë Rinas, dhe prandaj lash gjithçka dhe erdha këtu për të bërë këtë inspektim, pasi këtu jemi në një pikë hyrje jo të Tiranës, por të Shqipërisë. Pra, është vetëm pak metra, 100 metra nga ndalja e aeroportit dhe lidhja me Thuman Kasharin, ose vazhdimi për sa i përket rrugës tjetër, rrugës tradicionale të Rinasit, dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme prezantimi, ku estetika luan një rol të veçantë. Dhe gjelbrimi, që ne shikojmë këto momente, tek po punojnë grupet e punës atje, është një nga elementet më të rëndësishëm. Ne kemi dhe përkrajen me përkrajen drejtorisë tonë kemi planifikuar që të paktën rrethotimet kryesore, në akset kryesore, do bëjmë një mbjellje të elementeve të rinj, elemente të cilët nuk kanë nevojë shumë për kujdese. Patjetër, do me thënë bimësia duhet jetë një bimësie e cila le të themi nuk është se ka nevojë për ujitje të vazhdueshme dhe që sido që të jetë i qëndron pa problematik edhe le të themi atmosferik të vendosura në pozicione të ndryshme. Si zhvillohet në rajonet e tjera? Puna po ecën dhe në rajonet e tjera, janë shpërndar automjetet që do i vinë në ndihmë punimeve të mirëmbajtjes estetike. Kanë filluar ku janë zonat, po themi, ku mund të gjelbrohen, siç janë rrethrotullimet apo hyrjet e daljet nëpër rrugët kryesore. Puna po ecën mirë. Kjo është një fazë e parë në fakt që ARSH-ja është në reformim të vazhdueshëm. Janë 25 punonjës për çdo rajon, por që do ketë edhe reformime të tjera deri në tentojmë të kapim numër 100 punonjës për çdo rajon. Në ndërkohë ne duhet ta themi që gjatë verës të këtij viti jemi përballur me problematikën e pastrimit të akseve rrugore. Kompanitë e mirëmbajtjes patjetër, por ata ndërhyjnë her pas here, po fokusi i tyre kryesor është që të ruajnë shtresat asfaltike, problematikat me sigurinë rrugore, kur ka shkëputje të barierave ndarse apo kur ka një problem me sinjalistikën, por nuk mund t'i kërkojmë kompanive të mirëmbajtjes si të mbledhin mbeturinat gjatë gjithë kohës. Pavarësisht thirrjeve të shumta që kemi bërë, është një fenomen që ndodh, sidomos nga turistët. Unë dua të them që drejtuesit shqiptar të automjeteve, për të thënë të drejtën, sillen më mirë nga kushdo drejtues tjetër, por ne kemi dhe shumë makina me qira gjatë periudhës verës, gjatë sezonit, megjithëse turizmi tashmë është bërë 4 stinash në Shqipëri. Kështu që edhe pjesa e pastrimit është pjesë e mirëmbajtjes estetike, apo jo? Kështu që të paktën kemi zgjidhur edhe një problem tjetër. Puna, siç e tham, ka nisur tashmë me pajisjet, me mjetet, mendojmë që rezultati do jetë edhe më i mirë. Patjetër, edhe në ndërkohë ne po e bisedonim edhe në disa kantiere tjera që kemi vizituar kohët e fundit, që ka ardhur momenti që të kemi një plan
Pra ne kemi bërë një studim, po tashmë duhet një plan pune për sa i përket gjelbrimit. Për zgjedhjes, e kemi thënë disa herë që të gjitha ndarjet e rrugëve kombëtare, kur ata janë, sidomos të kategorisë A, të jenë të ndara me oleandrat që janë të rezistueshme ndaj kushteve atmosferike dhe sidomos nuk duan dhe mirëmbajtje përveç se krasitje, por nga ana tjetër edhe të gjithë bimësisë pemëve në këtë rast, që duhet qëndrojnë në të dy anët e autostradave, që sigurisht për ne edhe si klimë mesdhetare, pishat janë ato që rezistojnë më shumë, por ndoshta edhe palmat në disa vende bergjetare, apo edhe pemë të tjera që mund të shkojnë pjesës dekorative, por që duhet jenë edhe rezistente, pasi kjo është një nga kërkesat e mirëmbajtjes estetike rrugore. Shumë faleminderit. Sa veta jeni për momentin në të gjitha rajonat? Duke qenë se drejtoritë janë ndarja është e njëjtë, ne kemi, si shtatë drejtori, jemi 25 veta, nga këta 22 janë punëtor, janë 2 përgjegjës grupi edhe përgjegjës sektori. Jemi 25 veta. Dhe me thënë, në 4 rajone jemi 200 vetë. Këtë desha të raj, 25 veta ti po flet për rajonale me Tiranës, për sa i përket Shqipërisë janë 125 veta, numri i vogël është krahasimisht me 3650 kilometrat, por nga ana tjetër është një fillim i mirë. Shumë faleminderit për këtë prezantim sot. Unë uroj që skuadra juaj me të vërtet të bëjë një punë eficiente dhe një punë që të ketë rezultate, edhe për të treguar se tashmë estetika është po aq e rëndësishme sa dhe siguria rrugore. Faleminderit. Ditë mbar. Mirupafshim. Mirupafshim.